Mirëmëngjes, mirë se erdhe në një tjetër video në kanalin tim. Sot e kemi nisur ditën shumë herët, është e shtunë, moti është fantastik i bukur, zemër. Dita është shumë e bukur po ju thoja dhe ne sot do shkojmë të bëjmë furnizim. Kemi shumë kohë që nuk kemi bler vërtet shumë gjëra, sepse duke qenë se jemi në 4-4, unë blej vetëm gjërat që më duhen me Kianin, shumë pak gjërat që gatuaj çdo ditë. E para e punës dua që t'i kem të gjitha gjërat e freskëta që t'ja gatuaj djalit, por e dyta e punës nuk mund të ngjit gjëra në 4-4, duke qenë se është dhe mami, është dhe Stefani, do shkojmë të blejmë për tërë javën, do blejmë pije dhe mezi po pres që ta furnizoj shtëpinë 100%. Sa po nisem, jemi tërë familje në makinë, mami, babi, nëna edhe djali. Kemi marrë qesët me vete, mora një 3-4 qese, që t'i kem atje dhe mos marrë qeset të tjera të blej qeset të tjera. Kemi një aplikacion që ja kanë treguar, pra sot do kemi Supermarket Haul. Do t'ja u tregoj të tëra çmimet sa janë për shembull këtu në Gjermani dhe sa i keni ju në Shqipëri. Unë në fakt kur isha në Shqipëri që bëra një furnizim të vogël në supermarket, çmimet ishin ndonjëherë njësoj, ndonjëherë më të larta se këtu në Gjermani, po ndoshta gabohem. Kështu që do e bëj një supermarket haul sot me të tërë furnizimet dhe ju tregoj edhe të gjitha recetat që kujdesem. Do ju tregoj të gjitha recetat që kam zgjedhur. Unë zakonisht gatuaj me receta shumë pak nga mendja se nuk është se di që për shembull të kem gjëra edhe të bëj këtë një gjell ose një gatim me këto gjëra. Dua patjetër të kem recetën, të kem ingredientet dhe kështu. Do të tregoj kur të vi në shtëpi 4 receta kam zgjedhur që do të thot për 4 ditë për të gatuar dhe pastaj snacks, gjëra për të pirë, shruta, perime që domethënë nuk kanë të bëjnë me të gjëra. Si e ka emrin ajo goca, domethënë kemi bërë shumë reklam sa këngës. Po ju thoja që çfarë po thosha për se më habite. Nuk e di tash çfarë po thosh. Po thosha që për 4 ditë do gatuaj, do ju tregoj recetat në shtëpi dhe gjërat e tjera pastaj janë gjëra që duhet të jenë në shtëpi, siç janë fruta, siç janë perime, siç janë pijet, siç është uji, snacks, edhe disa gjëra për djalin patjetër që do blej. Dhe kam marrë dhe një leck. Unë mora leckën dhe nuk e pash. Sa e shpifu që qenë në kore prekshë. Dhe para me Mami, ishte 13 euro kjo. 13 euro? Po. Edhe mora leckën 1500 janë. Mora leckën dhe nuk e vura re, për shkak që kjo shiko çfarë bishti ka. Ne në Shqipëri të tëra leckat me kështu njësoj kemi. Dhe mora një bisht normal, unë kisha marrë bisht për të lyer. Kurse kjo këtu është një bisht që i vjet sipër kësaj. Kupton? Jo bishti që futet brenda, po bishti duhet t'i vi sipër. Kështu që e mora me vete, inshallah po gjej bishtin e dur se gjuna iku dhe kjo 13 euro dhe bishti që ishte 9 euro. Domethënë për një leckë që dua të laj dyshemen, harxova 22 euro. Edhe kova nuk e di se sa 12-13 euro se sa ishte. Më vajte 20 euro. E ti thua pastaj pse nuk lam dyshemen. Ja pra, sill një bisht e një leckë. Bishti jemi. Pastaj do shkojmë në shtëpi, do të çojmë gjërat. 2500. Dhe pastaj unë edhe Kiani dhe mami do dalim pim kafe, kurse Stefani do shkoj sot sepse ka një tur për të provuar verë me shokun e tij të ngushtë. Ndaj është veshur kështu, shikoja. Ne do dalim të pim kafe. Tani. Apo jo. Po, gjithmonë është shik, na falni se u gabua. O zemër, nuk ka parkim këtu. Doja t'ju tregoja këtë aplikacionin që kemi për të bler, quhet Bring. Ku janë këtu? Ku janë gjërat zemë këtu? Po. Edhe i shënojnë gjërat për shembull që do blesh, që duan dhe në momentin që i ke bler, çfarë bën kjo kamera idiote këtu? Momentin që i ke bler fakt e klikon këtu dhe hiqet kjo. Edhe kështu e di që nuk harxon asnjë gjë. Nuk harron asnjë gjë. Ja si quhet api, një sekond, ja këtu. Bring. Këtu shkruan për shembull I need cheese.
spaghetti, jogurt. Jogurt, blem një jogurt zemër. Se duhen për fjalën mysli, nuk të duhen ty, Jo, O zemër, këtu thot edhe probably you need flowers. Lule kemi nevoj. Ndoshta, inshallah më na dhuron burri ndonjë lule për 2-3 euro. S'ka chance. Naturale o artificiale? Artificiale, naturale, po thot s'ka shans, hajde gjove ti. Faleminderit. Për shaka. Dhe, qa këndon tani? I can buy myself flowers, write my name in the sand, talking myself for hours, say things you don't understand. Kamerën e harova në makinë, kry që po vazhdoj me telefon, po marrë këtu fruta. Kiani është ullur te karroca e babit, edhe po kënaqet. Tani, kam për të marrë këto farat e pishës, por që kam 5 euro. 5 euro nuk e marrë në gjallë në botë. E bëj atë super me farat të tjera. Që shkjo? Kjo këtu, 5 euro, harroje. Se marrë gjallë në botë. Kjo këtu që ka për 4 euro kjo. Ta marrë për 4 euro? As për 4 euro nuk e marrë. Po kjo këtu. Po kjo që nga për 1 euro 70. Pse, 1,6. Po e marrë këto, ja, bravo. Shojmë ku është Stefani tani. Po marrë dhe disa gjëra pa tjetër për djalin. Karrota, selino, tresh. My God. Perimet I bleva. Mora pak a shumë gjitha që më duheshin. Tani gjem Stefanin, është misioni radhës. Andes. Gjem Stefanin. Ian. Hey. Ju gjerë gjithë njerëzve. E shikoni sa bukur. Urtove, ri. Ndaj e fort, ore puta ma. Ndaj e fort. Bravo Kian. Jepja, s'ka gjë. Të luaj. Ky supermarketi Kaufland, këtu në Gjermani, të shtunave të diellave, nuk ka vend ku të ecësh, është super plot. Kisha haruar 1-2 gjëra, kështu që po nisem që ta marr. Kisha haruar të merja kështu koncentrat pule për supat. Kisha haruar të merja, pastë gingeri. Kështu që e lash Stefanin atje me djalin dhe me mamin dhe po shkoj ta marr shpejt. Ginger pastën e di shumë mirë që e gjej. Do me thënë, këtu të Kaufland jam super familjar, tani e familiarizuar, sepse vi këtu blej gjithmonë. Dhe di shumë mirë se ku janë gjëra shpejt, por tani s'po gjej kam. Këtu është kjo ginger pasta po. Ingwer pasta, ja. Këtu është gjithashtu edhe koncentrati pulës. Ja. Edhe na duan, edhe kokos milk. Shumë është kokosi dhe kjo këtu është kjo gjërat kineze. Paktën shumë ndonë, po. Ja, këtu është. Paka shumë jemi në përfundim. Kur e ke kështu me listë, je shumë e sigurt të shkosh këtu, do blesh gjërat që duhen, edhe mbaron shpun
shpejt e shpejt. E do marrë dhe fasoleta tani dhe i njoki. Gjithmonë marrim nga këto në riciklim. Këto që janë këtu. Kafe. Dhe kanë të shkruar recycling. Që të shoh Stefani, ku është Stefani. Dhe kemi për të marrë dhe pull edhe mish të grirë me duket edhe mbaron. Mbarua me blerë. Sa pagove, Stefan? 80 ose 18? 18. Okej, më thot. Është 200 euro ikën. Po okej, 118, po blevëm goca gjëra dhe 13 euro ishte vetëm bishti leckë. 100 euro do me thënë, sepse 13 ishte vetëm kjo. Po. Shkojmë në shtëpi. Jo, hajde. Mami, hajde se vajtë. Nuk e lë djalin luftohet. Dhe vi kalë për të në kian. Panik me këmë. Ko si e mbullovi nëna. Shikoni si kam kombinuar. Bravo. Mbaruan blerjet. Tani po shkojmë drejt shtëpis. Kiani do të flej prap tani se po shkon ora 12. Kështu që, po. Çështja është të shkoj shpejt në shtëpi që ta bëj këtë hollin apo të nisemi direkt në kafe ose me karrotë. Nuk e di. Me kafe me karrotë, zero. Sepse djali është Kryesor. idol. Po, okay. Kur të vi, unë e tregoj pak a shumë, e di ku janë gjërat, kështu që e bëj hollin kur të... Unfall, aksident. Ti. Unë bëj aksident. Ja. Ti the unë. Ja. Qa të thefa? Unfall, Akzident, habe ich gesagt. Was ist Fall? Unfall, Akzident. Okay. Aber Unfall klingt ja, ich dachte, das war alles albanisch. Oh, Unfall, Akzident und bei Akzident, habe ich gesagt. Hast du vor, das zu tun? Hier, und tani, që do bëjmë? Aksident. Dhe lejmë Shtefanin në shtëpi me ushqimet. Edhe ne me Kianin do shkojmë, do marrim karrocën, do pim kafen ton. Edhe Kiani do... Se do bëj Kiani, do flej gjumë. Si që thash, shkuam në shtëpi sa për të lënë ushqimet edhe Kianin dhe erdhëm tek kafja e qytetit të vogël, se vetëm kjo është këtu. Dhe kjo hurra e bukës që të pim kafe, po edhe Kiani të flej, kështu që ai fleti tani në karrocë. Dhe nuk e di sa do flej, se ndonjëherë flet 2 orë. Shpresoj që sot mos jetë dita, edhe pse është idiotlik që tani shpresoj mos flej 2 orë, por kam për të takuar për 1 orë shoqen time me vajzën e vogël, do shkojmë të bëjmë piknik. Edhe nëse ky flet 2 orë tani do jem 1 orë me vonesë. Gjithsesi unë i shkruajta i thashë nuk e di a do jem korrekte sepse djali tani e zori gjumin. Kam ardhur në orën 12:05 këtu, edhe zorin 12:30, se donte njerëz të rrinte, të shikonte, të pinte, të tunde dhe pastaj e zori. Kështu që tani ta shikojmë se sa do flej. Doja që të shkoja edhe në shtëpi dhe t'i gatuaj diçka shpejt para se t'ikim që të haj drekën. Kështu që nuk e di se si do ja bëj me kohën. Mbase ta lë djalin këtu me mamën që të flej. Unë të shkoj në shtëpi, të gatuaj, të bëj gjërat e piknikut gati edhe të vi këtu. Besoj kështu të ta bëj, sepse djali kur zgjohet nga gjumi është shumë mirë, po në përgjithësi rrim edhe gjithë njerëzit, kështu që edhe kur të zgjohet është shumë okay besoj. Kështu që unë po pi kafen e ngrohtë, ta lë djalin këtu të flej, dhe unë do shkoj të bëj gjellën gati, do t'i bëj sot supë me perime dhe me këto makaronkat e vogla. Edhe i shkoj sot, s'ka ngrënë shumë ditëve të fundit. Sa po erdha në shtëpi, do t'i gatuaj shpejt Kiani diçka që t'ja marrë me vete.
Ndërkohë që mamin e kam lënë me Kianin atje tek kafja, Kian po flinte, dhe unë do t'i bëj bukën. Atëherë, për të skuqur, po marr shumë pak vaj, nuk e di, 2-3 pika, sepse tenxherja nuk ngjit. Mjafton. Shikoni sa pak. Kamer, ulu, ja. Okej. Tani do t'i gri në rende. Nuk do i bëj shumë, se ngella duke hedhur ushqim. Ta provojmë nëse do e pëlqej. Do t'i gri një karot, një gjys karote në rende, dhe pak brokoli. Dhe do t'ja skuq bashkë me këto makaronat që janë të vogla si oriz. Do t'ja gri edhe brokolin kështu të vogla. Nuk e kemi, të fillem pak, të skuqem shumë pak. Dhe do t'i hedhim nga ky orizi, barilla. Kështu. Mirë do kishte qenë ta kisha marrë prej shiqre, por me thënë drejtë nuk gjeta. Ndërkohë do ve ujë të zihet edhe këtë fillon të skuqem pak dhe do i hedhim ujë. Kian akoma nuk është një ngrënës fare e mirë, me thënë të drejtën. Nuk ka qef ushqimin, sepse e di që do marri qumër gjithsesi. Kështu që po përpiqem dhe do t'i jap pastaj pak krem djathi për shije, por edhe për ta trashur dhe për ta bërë kështu kremoze pjesën e makaronave. Këto si duket tani u skuqën. Po sistemoj një cik vëndin. T'i hedhim ujë dhe do t'a lëm të zjej. Në kohën që po zihen makaronat, unë do bëj gati çfarë do marr me vete për të shtruar për piknikun. Po ul të temperaturën që të zihen ngadal. Dhe pastaj po ja tregoj se çfarë do marr me vete. Kam bërë këtu si tip snacks edhe disa sa të mira që ndjen pancakes që i kam bërë me vezë, me manafera dhe me banane. Pra, kaq edhe i kam skuqur dhe kam dalë kështu. Kiani në mëngjes hëngri pak, kështu që i pëlqeu. Besoj që supermarket haul do ta bëj kur të vi, sepse nuk kam kohë tani, gjithsesi po bëj një herë gati rrobat që do marr me vete për në piknik. Edhe gjëra që do marr me vete, pastaj do t'ja tregoj dhe nëse deri atëherë kjo nuk ka zgjerë dhe nuk ka përfunduar, kam kohë që të bëj edhe shpejt e shpejt supermarketin e haulin e supermarketit. Makaronat kanë zgjerë pak a shumë, do t'i hedh tani edhe pak krem djathi. Shohim ato na i pëlqej apo jo sot. Dreka u bë. Unë do ta hedh tek ky termosi, nuk besoj se Kiani do ta hajë gjithën, por duke qenë se kemi humbje tek termosi, po e hedh të gjithën këtu. Që ta ngrojmë pastaj dhe t'japim Kianit në natyrë. Ky termosi mamkozi në fakt, ngrosi. Është menduar për qumshtin, por funksionon edhe me këto gjërat e lëngshme. Kështu që, se jo. Kjo qesja këtu po marr gjërat e Kianit. Ose po i bashkoj tani se s'kemi çfarë t'i bëjmë. Ushqimi që është në termos që e ngrojmë direkt. Uji, jo se pin shumë ujë Kiani, po për shembull ndonjëherë sa për të shpëlar gojën e ka shumë qef ujin, kështu që do marr këtu kastraveca që janë pra çaj bie si snacks. Dhe edhe këto pancake që i kam bërë me banane dhe me manafera dhe me vezë që thash. Këto janë gjërat e Kianit. Patjetër këtë ku do vendosim makarona dhe 2 luk, një luk plastike dhe një luk kështu porcelani, sepse ndonjëherë njerëz, më besoni, është luga problemi. Kështu, ku
Kurse për vete dhe për mamin, ka marrë disa byrek me gjith, hajnë kollaj dhe muzërëtis. Ka marrë të 2 croissant, që janë të kripur me salqiqe brënda. Ti vendos këtu të kjo që janë, se vazhdojt në kërë mushime. Ka marrë ujë për të pirë për veten time. Dhe për mamin. Ta fus në fund. Dhe ka marrë dhe snacks dhe fruta për ne, edhe moll, edhe rush, edhe Kiani mund të hajnë nga këto të dyja, nuk e di, por i mora njërë. Na ashtu dhe. Këto ishin gjërat për të grënë dhe besoj janë mëse okej. Tani, kam këtu një qarqaf shumë të mirë dhe të madh, që unë nuk e përdor për kravatin, e përdor për piknik, sepse nuk mbledh për shembull push. Edhe këtë do ul atje, këtë po e lë, ndërsa për Kiani kam edhe një, si të thuash, një batanie të butë, është në makinë, po marrë disa bebelina sepse mbaruan, po marrë këtë zhurmë bërësi, zhurmat e bardha të momkozit, nëse Kiani do vendosi që të flej, këtë vajin e mishrave, se Kianit po i dalin dhëmbët, dhe këtë këtu që i luem dhëmbët nga brënda. Këto, gati kam të gjitha. Të marrë tani edhe vetëm disa lojra që të luaj Kiani atje. Marrë këto disa gjëra të vogla. Që e di që i ka qef, kjo është loja preferuar për momentin. Edhe këtu të tëra i kam fikur, jam në rregull, nisemi që të shkojmë tek mami. Mami është me djalin në kafe, se ta shikojmë si ka funksionuar. Po që se ka funksionuar mirë, ta lë mami edhe ditë të tjera në kafe dhe do shkojmë palestron. Kështu, i kemi të gjitha gjërat gati, si po thash, supermarket haulin do ta bëjmë kur të kthehem. Sepse tani nuk kam kohë dhe nuk dua ta lë mamin shumë kohë me Kianin, plus që edhe dua të jem e rregullt që do shkoj tek parku. Shikoni sa bukur që është këtu ku kemi dalë piknik. Është një liçen. Do t'ju tregoj diçka që Shtefani do t'ma tregoj mua. Po, Qa do më tregoj? më në fund. Shtefani sot ka qenë në një tur vere me shokun e tij dhe vetë tani do më tregosh mua çfarë ke bërë tërë ditën. Oh, sa pamje e bukur. Ui, sa bukur. Serious cool. Wow. Hajde zemër.
ich will hier auch. Ja, wir haben schon einen Plan gemacht, Ronny und ich. Wir haben schon eine Idee. Können wir euch gleich erzählen. Hier ist ganz chill, oh wie schön. So wussten wir das nicht, dann konntest du mit deinem Papa hier kommen. Mhm. Wo gehen wir da rein? Nee, hier. Schön. Das ist schön, ne? Sehr schön. Shumë bukur. Këtu mund të vini dhe të provoni pije që janë nga ky vinjoli këtu. Si ka emrin Vokti. Tani Brenda. Edhe brenda. How can I help you? You like to take some das hier ist një location fantastik. Kam bërë video që kur mami ka sot një javë që ka ardhur dhe unë nuk e kam shfrytëzuar fare prezencën e saj. Kështu që sot kemi disa pyetje për disa gjëra për të bërë, do thoja. Kështu që thash do ju marr me vete nga fillimi i ditës deri në fund. Dita jon fillon kështu që zgjohet Kian dhe ne ha mëngjes dhe gjumin e parë Kian gjithmonë e bën në shtëpi nëse Xholino thonë që atë duash është mirë, se shmirë nuk e di, po ai aty e bën gjumin, kështu që nuk të dalë pa gjumë, vetëm që ta shtri në krevat. Gjumin e parë për momentin gjithmonë e bën nëse Xholino dhe funksionon më së miri sa i japun për të pirë direkt e zej gjumi. Kështu që pasi ai zgjohet, bëhemi gati ne mirë, rrim edhe pak në shtëpi që mos të jemi shumë rrugëve, sa ai tani do gati të rri 2 orë gjysmë zgjuar. Dhe siç po thosha, rrim pak në shtëpi diku të gjysmë ore ose 1 orë maksimumi dhe pastaj nisemi për kafe. Për kafe dhe për xhiro me karrocë. Kështu që këtë do bëjmë dhe sot, po fillimisht unë nuk kam benzinë, kështu që do i hedh makinës benzinë dhe sot nuk do shkojmë te kafja jo e lagjes e qyteti, se këtu është një qytet i vogël dhe aq ka 1-2 kafe. Po do shkojmë në një kafe tjetër, që është diku te 10 minuta me makinë, që ta ndrojmë njerë pilafin. Kështu. Kur të jemi aty, do lajmërohem. Dorë po piri. Të kanë. Sa po arritëm tek kafja, ja ku është këtu, është një sitarac. Makinën mund ta parkojmë direkt para. Tu është një supermarket. Mami dhe Kiani janë jashtë dhe unë po shkoj të porosis diçka. Ja ku janë. Edhe është goxha lezetshëm këtu, më pëlqen, sepse është qetë, nuk ka njerëz. Do e provojmë njëherë jashtë dhe pastaj nëse është ftohtë, do futemi brenda. Oj sa njerëz pastaj. Se gjë të shishme që ka. Ky është mëngjesi jon, kafe croissant. Do me thënë. Hi, Kian! Si që thash, arritëm këtu dhe pagovëm dhe mami e di kjo tavolina që kemi këtu, ngjitur. Ishte kjo gruaja dhe po ju kërkonte llogari, po pse veza bën kaq euro, pse nuk bën kaq euro, ajo e shkret tash si aty në siklet, po kaq është, thoshte, nuk është më shumë. Jo, po më mashtroni për një vezë, për një bukë me vezë.
Më keq po ndjesha unë se sa shitja atje, nuk e di domethënë u ndjeva unë shumë në siklet. Nuk e mora vesh se njeriu kur del për kafe i pranon çfarë se janë, nuk je i detyruar të dalësh për kafe, nuk është gjë esenciale, është gjë qefi. Kështu nuk e di, ju ka rënë ndonjëherë juve rasti? Tash nuk di t'ju them që këto bërën kështu se ishte gjermane apo se o zot po më mashtrojnë, se tani për mashtrim për një bukë me vezë, aq e kanë çmimin o vlla, edhe unë aq e paguaj. Kështu që më duk shumë e çuditshme, po nejse. Kiani po ri me nënën dhe besoj do ri gati dhe janë gjysmore derisa ne të ham këtë kruasantin dhe të pim kafen dhe pastaj do ta vëmë në gjumë. Shikon te kamera, kështu se do të dalësh në kamera? Jo, mami. Njerë në kaq kohë do dalësh. Kështu, po pim kafen tani po e shijojmë sepse dita është shumë e bukur. Edhe mbas dite kemi për të takuar disa shoqe me gocën e vogël, do gatuajmë, do vëmë djalin në gjumë. Kemi sot pra për të bërë provat për të ngrënë avokado me banane. Sot kemi filluar kursin nga receta Gerta Veliu, se nuk e di si e ka emrin Instagram, do t'ja u shkruaj këtu. Dhe sot në mëngjes Kiani nuk është se ka shumë qejf që të haj. Dhe kemi filluar me provat dhe i dërgova video Gertës dhe analizovi komplet që po ka hëngur mirë, po duhet të kesh kujdes këtu kur t'i japësh ushqim, më tha bëj edhe ti kështu. Tregoj për shumë me lëvizje të gojës kështu. Që ai të shikoj sepse fëmijët na kopjojnë. Ta shikojmë se si do jetë në drek. Ditën e sotme pra kemi avokado me banane, kurse nesër pastaj shtojmë dhe diçka tjetër, avokado, banane dhe diçka tjetër. Kështu që kështu funksionon. 2 vakte në ditë kemi filluar provat. Do t'ju mbaj të updetuar këto syzet që nga shumë pis, më falni, po Kiani ngeli duke i futur në gojë. Na bëftë mirë edhe dëgjojmë gjatë ditës. Akoma te kafja dhe si thash isha e sigurt që pas gjysmore Kian do flinte gjumë, është duke fletur, ndërkohë që ne po bëjmë muhabet, po ngrojmë kurrizin në qiell, është shumë ngrohtë, po nuk është nxehtë. Është shumë komfortabël, rehat. Kështu që derisa të zgjohet djali, neve këtu, mbasi do shkojmë të marrim ndonjë gjë tjetër për të pirë, kemi edhe supermarketin, pastaj që ndonjëherë ka gjëra shumë të mira në aksion, në ofertë për fëmijët, dhe mbasi do bëjmë ndonjë xhiro këtej. Pastaj do shkojmë në shtëpi dhe siç ju thash kemi për të provuar prap avokadon se në mëngjes nuk i pëlqeu Kianit, mbase i pëlqen tani me banane, kështu që po, duhet të shkojmë në supermarket që të marrim dhe banane se banane mbarokën. Kur e hap një banane, pjesën tjetër e ha vetë se nuk më pëlqen që ta lë në frigorifer dhe mos sa ke djalit të freskët. Kështu. Si i keni motin ju andej nga po vini? Domethënë, kur është Gjermania me diell është shumë e bukur, mami? Po. Mami thot gjithandej gjelbërim dhe këtu ka vërtet shumë gjelbërim. Më pëlqen shumë që jetoj në një qytet të vogël që është i rrethuar me fshatra, edhe unë jetoj me shumë qejf në fshat sepse fshatrat këtu nuk janë si në Shqipëri që për shembull nuk ke rrugë, nuk ke gjëra, po edhe në Shqipëri janë fshatrat shumë të bukura, po që se ke për shembull një makinë për të vajtur në qytet dhe për të marrë gjërat që të duan në fshat, jetohet, nuk e di. Unë për veten time jetoj shumë me qejf në fshat se sa në qytet. Vitet që kemi jetuar në Tiranë, domethënë nuk e di se si kam jetuar. Tirana shumë e ngarkuar, shumë e zhurmë. Pa çka se ka ato të mira, se ka kafet, ka shkollat ku dëgjoj unë, po për të jetuar domethënë unë nuk e di se si kam jetuar ato vitet. Këtu më pëlqen shumë se është qetësi. Kështu çfarë do bënim tjetër sot nuk e di, do t'ju tregojmë gjatë ditës. Si të duket Gjermania ty mami? Shumë e bukur. Si ndihesh ti mami se tani është era, sa herë ke ardhur në Gjermani? Një 4-5 herë, po. Si ndihesh tani? Tashi është rahat. E pra, të pëlqen, Më pëlqen shumë gjelbërim, rrugë ka. Nipin e ke, Gjitha kushtet. ke nipin. Nipi është kryesori. Nipi është kryesori. Pra nipi më shumë. Si të duket, po për nipin se për neve e ndritet ti. Nipi ultra. Si do Okej. ikësh këtë radhë? Nuk e di. Ha? Të ta marrësh me vete? E marr po. S'ka ça t'i japi nëna se nuk ka buk. Ta mësoj nëna. Ta mësoj. Te balkoni, va. Apo këto nënat shqiptare janë dashuri për Zotin. I tha Stefani një ditë mami Donika mos ikti dhe arri këtu. Tani se kjo kur vjen në mëngjes, na e merr djalin, ne vazhdojmë flem. Është qef të kesh mamin dhe vjerrën në shtëpi. Nuk e di.
Me thënë, vjera shqiptare të vjera ime flinte më gjatë të flinim neve, po. Do shta vjerat shqiptare. Me qenë se Kiani po flenjë qik më shumë, më gjatë se ç'duhet, do me thënë, që mos vonohemi, të kemë kohë të shkojmë në shtëpi dhe të gatuaj drekën para se të dalë për të takuar shoqet. Erdha këtu në supermarketi vet, ndërkohë që mami po e tund Kianin dhe të blej gjërat që më duhen. Blej gjërat që më duhen dhe pastaj të mund të nisemi direkt. Duke qenë se tani jemi duke provuar avokadon, gjithë java më duket se është avokado me kombinime të ndryshme. Edhe unë po përpiqem të blej avokado këtu nëse do gjej. Ka që janë serien komplet, vetëm këtu. Ndoshta është ndonjë kënd tjetër. Po blej avokado edhe banane. Nuk e di, po më duhet e bukë, më duhet e qumë, më duhet shumë gjëra. Po unë tani si mbaj dot, se nuk kam marrë kështu mbajtse. Marrë mbajtse. Sa e gjuarja? Po marrë. Kështu që po e mbyll kamerën tani dhe do t'ju tregoj të kafja çfarë kam bler. Mora çdo gjë që më duhen. Mora dhe miell, se mami donte që t'i bënte byrek vëllait. Po s'kemi qep në shtëpi. Duhet marrë edhe qep që t'i bëj mami byrek. Qep ose fresh ose diçka, gjithsesi shkoj prap. Akoma flika Kiani, po shikoj që mami tund karrotën. Kështu ja t'ja u tregoj çfarë bleva dhe me qenë se jam akoma këtu do shkoj të marr edhe qep ose fresh, se doj mami që t'i bëj vllait byrekun. Bleva miell që të bësh byrek, se s'kisha miell në shtëpi. Dua qumësh se mbaroj qumësh të sot. Çfarë të shtim brenda? Po duhet shkoj të blej ose fresh ose qep se harrova. Qa do, spinaq, qep, fresh, qa do? Qa ta? Mora një bukë, po a do ja bësh Davidit apo do na e bësh neve? Unë e dua me fresh. Mora boronica. E di se shpona bëj 2 të Okej. Bëra një gjallë, mora një gjallë për të lyer bukën. Një avokado se nuk ishte shumë e butë dhe unë e dua shumë të bërë për Kianin. Dhe mora edhe banane të vogla, mora 4 copë t'i kemi dhe për ne. Dhe shkoj prap të marr. Në çfarë dua, unë e dua me fresh. Po për Davidin për të në çfarë do? Po i grim dhe në qik fresh. Okej. Shkojmë prap tani kur gjërat ai se përtoj. E këto kushtuan diku te 8 euro. Nuk kishte gjëra në aksion, ndonjë gjë të bukur për shembull për Kianin, ndonjë lodër, ndonjë gjë, kështu që nuk mora gjë. Tani kam akoma lek që të shkoj të blej preshin dhe mami na bëj byrekun. Sa është ora, mami? Të shikojmë këtu. Gati 2 orë po flej. Ngelem këtu të bllokuarat e kafja. Nash me gjunë sa shurritët e. Ashtu rritë, duke pjetur, zimra. Bëra për vete një sallat marule, kurse djali sot, siç ju thash, ka avokado dhe banane, ja kam vendosur edhe veç më veç, që t'i kapi me dorë, po dhe ja kam bërë pure, ja kam përzierë. Kurse për ne, për mua dhe për mamin, kam bërë sallat me sallat jeshile, me ullinë, dhe me gjitha gjërat me djathë të bardhë. Dhe tani do ulem para Kianit dhe do ta lej që të bëj, që ta kuptoj që dhe ai të përcjellet, sepse kështu më dha këshillën Gerta. Dhe ta shikojmë sa do haj sot. Po e vërtet. Pirunda apo lum? Po sa i të dyja më bashkë, të këtë e vërtinta. Lejnët janë larë, po e të një. Kian, do të bëjmë ushqimin apo të japim njërë mami qumër, se kur është i uritur ky sikur si hashëm. Mjeri? Po qumë shpake, bisa i po ngok me qumë. Bedet janë. S'ka? Kian? Kian? Mama. Ku dhe te goja, mama? Ku dhe te goja? Qesh. Ja, nëna. Pasi hëngri Kiani drekën, mami hajde këtu.
Edhe unë bëra drekën për Stefani kur të vi. Ishte koha për të dalë. Tani e kemi lënë për të takuar me disa vajza shqiptare, me grupin ton Albanian Girls. Jam pak me vones, po unë kam justifikimin e vetë, kam një beb të vogël. Kështu që sa po parkuam dhe në fakt më kishin rënë çelësat e makinës poshtë sediles dhe mendova, ok, nuk kam çelësa makine, po nuk pata çelësa makine, nuk dal nga makina, se pastaj nuk ndizet më dhe do ngelja e bllokuar këtu. Por thjesht më kishin rënë poshtë. Domethënë unë e dija që çelësat ishin në makinë, se makina për ndryshe nuk lëviz. Po s'ka çelësat mirë, po nuk I gjeja, dhe më kishin rënë poshtë sediles. Kështu. Tani do ikim në drejtim të qytetit, jemi vetëm disa minuta larg vendit ku kemi lënë takimin. Ne na përshtim djali bën tummy time. Edhe çfarë sa bukur është koha. Shkojmë, vajzat nuk e kanë parë Kianin nga nëntori, kur Kian ishte 2 muajsh. Tani ai është 7 muajsh, pra 5 muaj diferencë. Jam shumë e sigurt që do thonë, "Ua, sa që ka rritur." Shkojmë, edhe ta shikojmë se si do sillet Kian. Është gati për të fjetur, kështu që nuk e di se si do jetë me gjendjen e tij. Mirë po, shpresojmë të jetë mirë. Për ndryshe, kam marrë karotën dhe do ta vë të flej gjumë në karotë. Edhe lodra kam me vete sa të duash. Është një çik kjo zona këtu. Jo, ai zonë e mirë. Mirë po, kjo është vetëm rrugë për momentin për të shkuar atje ku dua të shkoj, sepse rruga tjetër ishte bllokuar. Kian është shumë kurioz. Shikon çdo gjë. Ja kaluam shumë mirë për kafe. U takuam 2 beba, sepse edhe një ndër shoqet e mia, një ndër gocat ka edhe vajzën dhe u kënaqëm. Kiani u soll shumë mirë. I takoj gocat, pastaj ja futi gjumit për një gjysmore 45 minuta dhe pastaj ishte në humor shumë të mirë. Sa erdhëm në shtëpi tani dhe po ju tregoj çfarë do ham. Unë kam gatuar, prita unë që kamerën. Këtë gjën këtu, që është pilaf me qumësht kokosi dhe me këtu pul me pak çoj dhe me salcë soja. Ma, bukur e thash. Kuptove në gjë? Stefani po ndron djalin. Me salcë soja, Po, pulë. salcë soja dhe ja të shikojmë a do ta pëlqej mami, se edhe Stefani, se ndonjëherë shijet e mia janë shumë ndryshe nga të Stefanit. Shikoni ja si duket. Më thënë për pamje është bukur, apo jo? Po, shumë. Ja, pra. Pamje s'ma merr dot njëri, po I shall dhe shijon. Patjetër. Do vendosim djalin në gjumë, pastaj sepse ora 6:30 dhe në orën 7 pak a shumë fillojmë me rutinën. Dhe në darkë besoj do shikojmë ndonjë emision, se nuk e pam, nisëm dje koncertin e Alban Skëndera që ka bërë në Milano në Itali, e nuk e mbaruar. Jo, e ka bërë në 2025, 2024 ai, 2025, por tani e ka publikuar. Sa bukur ka rëzit. Na bëftë të mirë ju, bëftë të mirë dhe juve që po hani. Faleminderit që ka prova. Faleminderit që ka dhe për një ta provoj një vetë ju them. Më ka dalë gjë apo? Shumë mirë. Të porosisim ndonjë picë, ndonjë gjë. Po. Po se ndoshta s'është e mirë, ku e di që. Shumë mirë. Si ma bën qef. No. Ke bënë një gjithë kiqe? Pak të shumë e kripur, po kjo vjen nga salca e sojës. Mirë, Nuk I kam edhe fare e krip. përzien me pilafin. Pilafin është perfekt. Përshëndetje nga dita tjetër, për të mbyllur videon nga dje, sepse mbasdite patëm shumë gjëra në përmendje. Jo, natyrisht tani. Mbasdite patëm shumë lajme, dolëm pra me gocat siç ju thash, ja kaluam shumë mirë, u kthyem në shtëpi dhe u mërzitëm pak sepse na kishte ndodhur një diçka jo shumë e këndshme me maçokun ton në Shqipëri, me maçokun e mamit, që e kemi shpëtuar një maçok të vogël nga plerat. Kemi birësuar atëherë dhe ja la mamit në fshat. Edhe prap, domethënë duhet ta
e kam kuptuar për herë të disa që ne njerëzit jemi qenia më e keqe që ekziston këtu në tokë, sepse kafshën me njëra tjetrën, domethënë nuk çfarë t'ju them, domethënë ja po e përmblet në kaq edhe juve e quajeni vetë si të doni. Maçokun ton në Shqipëri kishte rënë komplet qimja nga korici dhe tham do ketë pasur ndonjë alergji, do ketë pasur ndonjë infeksion, edhe pyesim një doktoresh që të shkoj ta marrë dhe ta vizitoj maçokun dhe kur thot doktoresha, maçokut i kanë hedhur diçka në koriz, solucion djegës. Imagjino, domethënë vetëm kur e mendoj solucion djegës, ti hedhësh një kafshë aq të vogël që tomi është dhe një maçok i mbar. Nuk prish, nuk nget, nuk han, domethënë ai vjen në shtëpi dhe ha kokrat që i ve mami, gjuan normalisht siç gjuan mint, këto zhapikët e vegjël që janë Po shtëpisë. akoma e mirë për shtëpinë, po domethënë që ka njerëz që i hedhin ilaç një maceje, nuk e di domethënë. Qa shpirti të zinj, sepse e pare punës dashuria që t'i japin kafshët. Ato të shikojnë me atë syrin edhe nuk e di domethënë janë e kuptojnë kur je i mërzitur, e kuptojnë kur je i lumtur, e kuptojnë kur ke nevojë për diçka. Edhe u mërzitëm aq shumë, e mori mjekja në Pogradec, e lavi dhe gjatë larjes ishte aq e vështirë që t'ja hiqe këtë solucionin sa kishte rënë komplet lëkura, komplet. Ndihem shumë keq sepse siç që thash, maçokun e kemi rritur kaq të vogël dhe e kemi marrë në një moment që ka qenë për familjen tonë shumë e vështirë. Atëherë kemi pasur babin sëmur edhe maçoku sikur na jepte një diçka për të kujdesur, një motiv që gjasme kishim një gjë të vogël në shtëpi që t'i jepnin për të ngrënë e për të kujdesur dhe pastaj vjen ku dëgjon dikush edhe i hedh solucion djegës. Qofshin këta që janë dhe prandaj u mërzitëm shumë dje. Tani maçoku është tek veterinerja, po kujdeset ajo për atë, do ta mbaj 2-3 ditë, nuk e di, disa ditë, derisa të jetë më mirë dhe shpresojmë shumë që t'i dali prap qimja, sepse tek macet është shumë e vështirë, nëse humbet qimen, pastaj në Shqipëri ka shumë diell dhe do filloj t'i digjet lëkura, po ju doq lëkura kaq shpesh, plus që është e dhimbshme për macën, siç na digjet neve lëkura. Është e dhimbshme, por pastaj mund të kalojë edhe në, për shembull, në irritim apo në infeksione të lëkurës dhe mund të përfundonte edhe fatale. Kështu që shpresojmë shumë që t'i ri lëkura prapë edhe të bëhet mirë edhe kushdo, domethënë nuk e di, unë besoj shumë që Zoti është i madh dhe i shikon të gjitha, edhe këta njerëzit që bëjnë të tilla gjëra, domethënë mos e gjetsin të keqen nga ne, Zoti shikon të gjitha siç thash. Edhe nuk e di se kur do bëhemi njerëz pozitiv, sidomos nëpër këto fshatrat e vogla që kafshët i shikojnë si një pler, kafshët i shikojnë si të parëndësishme, çdo gjë ka shpirt, domethënë. Imagjino dhimbjen që ka kaluar një maçok i vogël, sepse dikush thjesht i hodhi diçka sipër, për çfarë? Çfarë mund të ketë bërë macja maksimumi te një person tjetër? Aty mund të ketë hapur, nuk e di, ndonjë bar ose ndonjë dhe aty kaq, domethënë nuk kam fjalë për ta shpjeguar, nuk kam fjalë për ta përshkruar atë inatin dhe atë ndjenjen e keqe që ne lëm si njerëz të na vi turp kur bëjmë gjëra të tilla, kemi shpirtin e lig. Edhe maçoku do bëhet mirë patjetër, edhe nuk e di, po do shkoj t'i marr mamit dhe 10 mace të tjera që këta njerëzit që bëjnë të tilla gjëra t'i kenë aty çdo sekond, kështu më mirë. Kështu që do ju updatoj ndoshta më vonë se si do bëhet. Faleminderit që ndoqët videon dhe shihemi në videon tjetër. Ciao.